Andrea, ish konkurrenti i Ferma VIP 2, ka treguar nëpërmjet një postimi në Instagram se është nisur drejt Italisë, aty ku jeton prej vitesh. Kur nisem për në Itali gjithmonë marr me vete shumë ëndra, shpresa dhe mall. Do të më pres familja, dashuria, puna. Por Shqipëria ajo s'do të largohet kur nga unë. Më mungon gjithmonë si herën e parë kur kam ikur me lot në sy. Kafet me miq, netët e gjata të verës dhe ajo ndjesia që vetëm vendlindja ta jep. Shqipëria nuk është thjesht vendi ku kam jetuar, është rënja ime, zëri i shpirtit tim, shtëpia ime. Nuk ka rëndësi sa larg do jem. Zemra ime do të ketë gjithmonë një cep për ty Shqipëri. Dhe çdo herë që do të kthehem do të përqafoj me të njëjtin mall, sikur s'jam larguar kurrë. Kshu emocionova se kisha kohë pa ndenjur kaq gjatë në vendin tim që kur kam emigruar, shkruan Andrea.